Mirë se erdhët të dashur peshqi në letra të fejnë, jam Diana, dhe bëjë leximin e juaj të radhës. Përpara kam 9 letra që I kam ndarë në punë, financa, ekonomi, dashuri dhe rezultati apo e ardhmja që I përfshin që të dyja. Në rendin e parë për ekonomi, financa, punë, shkollë, çfarëdo që të ju intereson, janë 10 të monedhës, dhe full që është letra 0 dhe 7 të monedhës. 10 të monedhës është një bazë fort të dashur peshqi. Jo vetëm e fort, ka një stabilitet ose ka potencial për diçka shumë të qëndrueshme financiarisht. Një situatë që mund të siguroj një afat të gjatë të familje, mbështetje ose strukturë që funksionon. Por këtu kjo zeroja, kapitulli I ri, këtu vjen pak rreziku, dëshirë për të bërë diçka ndryshe, pa e menduar shumë. Mund të lësh diçka të sigurt për diçka të panjohur. Mund të marrësh një vendim impulsiv ose thjesht të ndjekësh ndjenjën pa analizuar mirë të dashur peshqi. Dhe kjo të kthen në reflektim 7 të monedhës. Pas veprimit fillon të mendosh, I have leti. Ke një bazë të fortë, të ndohesh të bësh diçka ndryshe dhe pastaj fillon të reflektosh për vendimin. Mos rreziko stabilitetin për një impuls momental. Mendo mirë para se të lëvizësh. Të dashur peshqi. Rendi I dytë është asi I kupës, njeriu I varur, the hanged man, dhe mbretëresha e shpatës. Është një ndjenjë shumë e pastër. Dashuri e re mund të jetë, ose hapje emocionale shumë e sinqertë. Fillim I ri, ndjenjë bukur, një mundësi reale për dashuri. Por në njeriu në varur sikur pak ngecë, nuk ecën përpara siç duhet. Situata mund të ndalet, kjo dashuri, kjo lidhje, kjo, dikush nuk vepron, duhet të preshësh ose të sakrifikosh diçka. Kur futet mbretëresha e shpatës, kjo është kthjellim I fortë. Ti ose personi tjetër vendos kufi dhe sheh realitetin. Fillon si një ndjenjë bukur, ngec dhe më në fund vjen një moment ku duhet të shohësh të vërtetën dhe të vendosësh me mendje dhe jo me zemër. Të dashur peshqi. Jo çdo ndjenjë bukur bëhet histori. Nëse nuk ecën, duhet të pranosh dhe të mos zgjatesh. Rendi I tretë të dashur peshqi, kam 7 të kupës, asi I shpatës dhe karroca. Është një konfuzion. Shumë opcione, shumë mendime, shumë iluzione. Nuk e di çfarë të zgjedhësh, mendon shumë skenare, disa gjëra nuk janë reale si duken. Dhe këtu, me këtë as të shpatës, vjen e vërteta, qartësi totale. Kupton realitetin, sheh gjërat siç janë, merr një vendim të prerë. Dhe karroca është një transformimi. Lëviz përpara me forcë, nuk ndalesh më. Po, je konfuz, por ta kuptosh të vërtetën. Dhe pastaj merr kontrollin dhe ecën përpara, pa u kthyer mbrapsht. Peshqi mos merrni vendime kur jeni në konfuz. Prit qartësinë, gjithmonë vjen, dhe pastaj vepro pa hezitim. Ndjenja që të çon drejt mundësisë, por vetëm e vërteta të çon drejt drejtimit të duhur. Leximi juaj pra ishte financa, stabilitet, tundim dhe reflektim, që sikur po e pritni, po e ndaloni aty. Një dashuri, ndjenjë, ngecje dhe një farë kthjellimi, kuptoni me njëherë. Në të ardhmen konfuzion dhe e vërteta që del në pa, dhe lëvizje e fort përpara. Jeni me një farë mënyrë duke I parandaluar, tundimi, pastaj mos prishni stabilitetin, po vjen një lidhje që mendoni është super dhe pastaj po shikoni, po qartësoheni, nuk po ju bën konfuz më asnjë gjë, jeni më të vendosur dhe kështu duhet të jetë
të dashur peshqi, që të mund të ecni para në sukseset, në punën e juaj dhe dashurinë që kërkoni.